Si duket miniri? Mirëmëngjesi me 2 tetor, me shi, me firaj, në balkonin, dhe pak i shem frymëzimet dhe zëret që do të vijnë nga rreshtet e shiut. Kjo është motivimi dhe gjizimet e mia që vazhdojnë me krijimet. Si vinë frymëzimet e mia janë këta. Ata është errësira, bukuria, kënaqësia, relaksimi dhe që thënë lulet. Dojmë në bërën në motër dhe lulleve gjelbrimi, alles grün. Wie man sich inspiriert, wird die Blume von meiner Schwester. Ja? Ideet dhe krimit e ngjizimeve, këtu që vinë në Ballkan, të do t'jesim në prapar. Këtu kemi një domate që është dhe ka të verdha, nuk di si që do ndodhë, a do të pjekët, besoj se nëse e shtiet mrena, do të pjekët, do të dimrit do të bëhet. Dashta. Die Blumen im Hof, ja, morgen früh. Ja, meine Video wird lang, 2 Minuten halb, in meine Kanäle. Të kuptohen krijimet, të rastet të mendimeve, diçka që të krijohet që është që të frymëzon, krijohet më shumë. Pra sa të villojnë krijimet e mia në firaj, dhe postimet e mia që përshëndet me një ditë të re. Shiu, Regen, Tropfen. Das sind meine Lieblingsaufnahmen, die ich mag gern. Und so weiter. Ist Regen zu hören. Man hört einfach Tropfen, wie sie fallen. Ja, liebe Publikum, so heute sind meine Aufnahmen mit zweisprachiger. Ja të nderuar publiku jam dhe si e vazhdoj dhe them, postimi im sot do të jetë me dëgjum. Si me ndon jam? Një karroca po. Një karroca kur ka zënë gjumi. Aber es gibt noch hier ein Schubkar, ja. Ja. Eine Traube, Weintraube, Roschi. Një vark. Diçka mungon këtu, apo? Nuk e them të qka më ngon këtu. Ishtë ashtë. Unë jam për ndesi. Një më të frymëzohës që kemi telat dhe rënditja të tore në gardhet. Janë të mjaftueshme këto elemente që i kapi, precët. Shumë elemente në bërën tim, një